Vërtet ky është Kurani që ndërton shoqëri. Ky Kuran arrin të bëjë ndryshime të mëdha në çdo shoqëri njerëzore. Të parët tanë mësuan nga Kurani bindjen ndaj Allahut dhe besimin në premtimin e tij për triumf. Nga Kurani mësuan bindjen se Allahu i ndihmon, i udhëzon dhe i mëson. Nga Kurani mësuan se ka jetë tjetër pas kësaj jete dhe vendbanim pas këtij vendbanimi ku jetojmë. Ata u njohën me atë jetë dhe marshuan drejt saj me shpejtësi dhe me zemra të mbushura me bindje të plotë e të panjollosur me dyshim. Vërtet, nëse kthehemi te Kurani, ne mund të realizojmë shumë arritje madhështore, qoftë edhe me mundësi modeste e të thjeshta. Ajo që është e rëndësishme këtu të thuhet është se Kurani, para se të jetë libër që na flet për historinë dhe tregimet, para se të jetë libër që përmban elokuencë dhe retorik, para se të jetë libër që përmban ligjet e Allahut, është libër për pastrimin dhe edukimin e njerëzit, me qëllim që të formojë një njeri dhe të ndërtojë një popull që të ketë pozitën e saj në këtë jetë, të shpëtojë në jetën tjetër dhe të fitojë shpërblim të madh në të.